për sa i përket funksionit demokratik të parlamentit, kemi dështuar në mbikëqyrje parlamentare ndaj pushteteve të tjera, apo në atë që quhet checks and balance, pra kontrollo dhe balanco, kemi dështuar pra në të gjitha kriteret. Dhe më beso, në momentin që unë i shpjegoja, sepse pyetja e tyre ishte çfarë keni bërë në parlament, a keni bërë ndonjë reformë, si po bashkëpunoni në kuadër të integrimit, të procesit integrimit evropian, ato të shokuar që neve pyetja ime ishte, a mundet që të bëjnë kërkesë 38 deputet, pra ai sa kërkon kushtetuta, 1/4 e deputetëve bëjnë kërkesë për komisionin timor dhe të mos ngrihet në Spanjë? Po kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës. Po këtë kemi të qartë tashmë, nuk ka më dyshime për këtë. Arsye të shumta ato që na mblodhën neve sot dhe diskutimet ishin patjetër që secili prej nesh kishte një mendim, kishte një propozim, por ajo që ishte më skandalozja sot ishte dënimi me 10 ditë i kryetarit të opozitës, zotit Berisha. Për çfarë është dënuar zoti Berisha? Sepse rregulloria e ka shumë të qartë kur merret, kur bëhet propozimi për një dënim dhe kur merret ky vendim. Zoti Berisha e para nuk ka thyer askënd. E dyta, ka qenë jashtë ambienteve të seancës plenare dhe të komisioneve. Pra rregulloria përcakton që të gjitha masat merren kur ti bën një shkelje të caktuar në bazë të rregullores. Pra një shkelje të caktuar brenda ambienteve të parlamentit, qoftë salla e seancave, qoftë ambientet e komisioneve. Zoti Berisha, ata e kanë dënuar për deklarata që ai ka bërë jashtë. Pra është njësoj sikur zoti Berisha apo gjithsecili prej nesh, dhe ky është një precedent shumë i rrezikshëm që majoranca ka vendosur sot. Secili prej nesh për çdo deklaratë që mund të bëjmë jashtë parlamentit, Komisioni i Etikës, Sekretariati i Etikës mund të mblidhet dhe të na ndënojë. E kuptoni pra ku kemi arritur? Është një precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm. Jo, ne e kuptoj ku kemi arritur, por që të kalojmë te reagimi tani. Për të mos pasur marrëdhënie normale me parlamentin janë të shumta dhe ky është vendimi. Ne nuk do lejojmë që të na shkelen më të drejtat tona. Çfarë është ndryshe ky këtë herë, sepse duhet të jemi shumë të qartë edhe me publikun. Pati aludime ose informacione që mund të kishte vendime nga më të